Të shkëlqesh për vite të tëra dhe të mos ftohesh nga kontarja nuk është as pak e lehtë për një futbollist, por Nazmi Gripshi nuk e humbi në asnjë moment shpresën, madje punoi vazhdimisht, shumë që ditët ëndrat e tij të bëhen realitet. Mes fushori ofensiv ka pritur gjatë për ftesën nga kombëtarja e Shqipërisë dhe debutimin e bëri në moshën 28 vjeçare. Ishte viti 2017 kur Gripshi luajti për herë të fundit me Shqipërinë U21 derisa që 8 vite me radhë ka pritur ftesën e kombëtares saj, e cila erdhi vetëm në muajin tetor të vitit 2025, edhe pse ftesa u vonua përfundimisht, ajo më në fund erdhi dhe Gripshi nuk e kishte humbur asnjëherë shpresën se do të grumbullohej nga Shqipëria. Në një intervistë për Telegrafin, mesfushori i Astanas në Kazakistan thotë se për të është nder i madh që përfaqëson Shqipërinë. Nuk është asnjëherë vonë për të pritur ftesën e kombëtares. Për mua, të përfaqësosh vendin është nder i madh, pavarësisht moshës, do të isha gjithmonë i gatshëm të përgjigjesha pozitivisht thirrjes, edhe pse grumbullimi i parë erdhi në moshën 28 vjeçare, nuk humba kurrë shpresën dhe vazhdova të punoj me përkushtim. Jam krenar që më është dhënë kjo mundësi, thot fillimisht Gripshi. Ish antari të UT Skënderbeu të Ballkanit kujton me emocion momentin kur mori lajmin për grumbullimin e parë me kombëtaren teksa ndodhej në Kazakistan. Kur erdhi ftesa sapo isha kthyer nga stërvitja me klubin tim në Astana dhe kur mora ftesën, ishte një ndër momentet e mia më të lumtura dhe emocionuese në jetë. Kujton Gripshi me emocion. Në ndeshjen ndaj Serbisë, edhe pse nuk u aktivizua, u bë pjesë e një momenti të paharrueshëm kur festoi me pasion golin e re i Manait. Ai thotë se nuk ka rëndësi që nuk luajti, rëndësishme ishte fitoria e kombëtares në Serbi me rezultatin 0-1. Nuk ka rëndësi nëse luajta apo jo, ajo që ka më shumë vlerë është që fitoi kombëtarja. Ky është gëzimi im më i madh si futbollist desti shqiptar. Fitoria ndaj Serbisë e përjetuam me shumë emocion, sepse ishte një nga ato ndeshje që mbartin peshë të veçantë, jo vetëm për rëndësinë historike për ne shqiptarët, por edhe për ndikimin që kishte në klubin ton drejt botrorit. Të jesh pjesë e një momenti të tillë, qoftë edhe nga stoli, është një ndjenjë që nuk harrohet. Gripshi ndalet edhe te emocionet e përjetuara për shkak të lidhjeve me Kosovën, ku ka luajtur për shumë vite dhe tani më është edhe dhëndër i Kosovës. Është e vërtetë që kam luajtur për shumë vite në Kosovë, madje edhe bashkëshortja ime është nga aty, dhe e njoh mirë historinë dhe gjithë çfarë ka kaluar populli i Kosovës, por besoj se të gjithë lojtarët, pavarësisht se nga cili qytet apo tre vijnë, e përjetuan njësoj atë fitoren ndaj Serbisë, sepse në fund të ditës ne jemi një kombë, një zemër, dhe ajo ndeshje kishte një domethënie të veçantë për të gjithë ne, shprehet 28 vjeçari. Debutimi shumë pritur i Gripshit erdhi ndaj Jordanisë, ku ai shkëlqeu duke asistuar në fitoren e kombëtares me rezultatin 4-2. Padyshim që ishte një ndër ditët më të lumtura të karrierës sime. Të vesh fanellën e kombëtares dhe të përfaqësoj vendin tim është një emocion i veçantë, por ta nisësh me një paraqitje pozitive dhe të kontribuosh në fitore me një asistim dhe bëj gjithçka edhe më kuptim plot, është një moment që do ta mbaj mend gjithmonë me krenari, tregon Gripshi me emocion. Në fund ai flet edhe për ndeshjen e ardhshme dhe ambicet e mëdha të kombëtares kushezi, ku qëllimi mbetet kualifikimi në kampionatin botror të vitit 2026. Nga ndeshjet e ardhshme pres që të vazhdojmë me rezultate pozitive, jemi shumë të motivuar. Atmosfera brenda skuadrës është shumë e mirë dhe kemi një komunikim të shkëlqyer me trajnerin dhe stafin teknik. Të gjithë e dimë që përballja me një kombëtar si Anglia do të jetë e vështirë, pasi janë ndër më të mirët në botë, por karakteri i lojtarëve tanë është i fortë dhe ne nuk dorëzohemi kurrë pa marrë parasysh kundërshtarin. Me cilësinë që kemi në ekip, me punën e palodhur të trajnerit dhe stafit, besoj fuqishëm që një kualifikim në botror nuk do të ishte as pak surprizë, do të ishte një sukses i merituar. Duhet të vazhdojmë në këtë rrugë me përkushtim dhe besim për të realizuar ëndrrën tonë dhe të gjithë shqiptarëve pjesëmarrje në Kupën e Botës, përfundoi Gripshi. Në 27 ndeshje me Astanën këtë sezon, Gripshi ka shënuar 15 gola dhe ka asistuar në 6 të tjerë, duke u konfirmuar si futbollisti më në formë në elitën e futbollit kazak.